dhe në Bregun Perëndimor. But that was important step for us to establish our future state. Por ky ishte një hap i rëndësishëm për ne, për të krijuar shtetin tonë të ardhshëm, për të paditur Izraelin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Which is, as I see, after they have suspended our. Pra është në të vërtetë një hap serioz kundër Izraelit, pasi ata kanë pezulluar presidentin tonë, zotin Mahmud Abbas, për të hyrë në Shtetet e Bashkuara, për të marrë pjesë në takimin e Kombeve të Bashkuara. Kam parë se këto veprime në të vërtetë i bëjnë ato të shqetësojnë. Influence of the international diplomacy makes them worry. Ndikimi i diplomacisë ndërkombëtare i bën ata të shqetësohen për të krijuar një shtet të Palestinës, dhe kjo është një provë e madhe se të drejtat palestineze dhe ekzistenca palestineze duhet të bëhen sepse ka kaluar shumë kohë. To be done, because it's been a long time ago. It has been 77 years. Kanë kaluar 77 vjet dhe njohet nga vendet e tjera janë në fakt një drejtë ligjore për Palestinën. Është një drejtë ligjore dhe historike për ne që të kemi shtetin tonë, sepse ne ende pas gjithë kësaj kohe jemi nën pushtim të palishëm. After all this time under the occupation, the illegal occupation. Çfarë mendimi keni për planet e Izraelit për rripjen e Gazës apo Bregun Perëndimor? Liderët e shtetit hebrej kanë konfirmuar vazhdimisht se nuk do të lënë hapësirë për një shtet të Palestinës. Their actions are blatant violation against the. Veprimet e tyre janë shkelje hapur i ligjit ndërkombëtar dhe gjithë bota e ka parë këtë. Fatkeqësisht qeveria Netanyahu të shpërpjekur të minojë autoritetin palestinez për dekada të tëra. They are forcing blockade against our. Ata po imponojnë blokad kundër qyteteve tona dhe Bregut Perëndimor dhe po bëjnë një blokad kundër të ardhurave tona tatimore për ta bërë autoritetin palestinez të paaft të paguajë pagat për familjet palestineze. Unable to pay salaries for Palestinian families. But their plans, for example, planet e tyre, për shembull, ju kam sjell këtu projektin E1, që do të bëhet nga Izraeli duke ndërtuar vendbanime të palishme duke përfshirë 13.000 njësi në territoret palestineze, të cilat do të ndajnë edhe nga lindja. Illegal settlements, including 13,000 units on Palestinian territories, which is. Kjo është një provë e madhe se Izraeli nuk dëshiron paqe. Izraeli nuk është një partner i mirë për paqen. Ky është plani që do të shkatërrojë të ardhmen e krijimit të zgjidhjes me dy shtete. Projektin E1 është shumë serioz dhe për ne që i gjithë komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion mbi Izraelin, që të ndryshojë politikën e tij, të ushtrojë presion mbi Izraelin, që të shkojë drejt paqes dhe zgjidhjeve politike dhe diplomatike, sepse kjo është rruga për të gjithë, edhe për palestinezët, që ne duhet jetojmë në paqe me fëmijët tanë. To change their policy, pressure Israel to go toward peace and political and diplomatic solutions, because that is the right path for everyone, for Palestinians as well, that we need to live in peace. Ne nuk duam luftë, ne nuk duam konflikt siç pretendojnë ata, siç e portretizojnë popullin palestinez. Ne jemi njerëz që kërkojmë paqe dhe duam të jetojmë në tokën tonë sipas ligjit ndërkombëtar të mbrojtur pa asnjë lloj dëmi. In our land by the international law protected without any kind of harm. Ambasadorja e Izraelit ishte disa ditë më parë në këtë studio me kolegën Rosalba Bejdo dhe na tha se rripi i Gazës, që aktualisht është një rrënojë e madhe, do të rindërtohet dhe do të duket njësoj si Singapori. Çfarë përgjigje apo komenti keni ju për këtë? The only people who decide Gaza how it will be are the Palestinians. Të vetmi njerëz që vendosin se si do të jetë Gaza janë palestinezët. Palestina do të rindërtohet, do të vendosë se si do të jetë Gaza. Not the Israeli ambassador, not anyone else.